Mirë se erdhët një vlog të ri. Këtë vlog do ta nis i çik ndryshe nga të tjera sepse gjëja e parë që do bëjmë për sot është që do ikim të bëjmë këto thonjt që kanë 1 muaj e 1 javë gati që janë bë. Dhe nesër jemi për një udhtim të shkurtër dhe nuk mund të shkoj në asnjë vend më me këto thonjt, sepse për pak do mbil rrugës. Dhe do ikim t'i bëjmë tek salloni më i ri që ka hap një shoqja jon. Dhe do ju tregoj dhe ju do ju marr me vete se si do t'i bëjmë, t'ju tregoj pak dhe sallonin që ka hap ajo. Dhe kështu. Ika për tani se po mpret mami dhe motra poshtë, do ikim të gjitha. Dhe shifemi atje. Ja dhe veshja për sot. Me një kostum edhe çantën. Kapa. Mora dhe një lloj tjetër që se kam bërë për herë, po ja ventit është, po më pëlqeu se ishte me zemër. Me zemër. Zemër, mami. Ka marrë dhe këtë biberonin e aventit, po është plastik, po nga që doja roz, se ka gjitha. Ua, sa i bukur, sa i bukur. Dhe nxjerrës. Ua, sa i bukur. Ua, po këtë e s'ka marrë gabimin apo për atë. Ka marrë dhe një kokë për atë biberonin tjetër që kemi ne për që ka i voshkër. Ajo ka më të madhe më duket. Ka s'ka gjëse. Që të bëhet shumë mirë që e ke mësua ata ashtu të qit shpatë. Ndërkohë unë bëj dhe vlog edhe tu ngocën. Ah, sa e bukur! Shumë e bukur. Roz për goshën. Jo, më duket se koka një lloj është, po. Po këtë është apo? Po, një lloj është. Okej, ha, po tjetër kes? Po është gjë tjetër pastaj, nga të tjera. Ata dhe tjetër? Po i kemi në masa rroba për dita se Tek Perla Baby Shop. po, juve mami dhe motra ime ndan me rrena gjithë ato kohë. Do ikim sot Prishtinë, do ikim nesër, do ikim. Do të ikim nesër, më E se i kam thënë të do ikim, po si kam thënë se ku mi ke, se si mi nxjerr gjithë gjonat. Okej, nesër u mor vesh do ikim në Prishtinë. Au meu. Ua, ç'është kjo mi? Kjo është nga kjo, se kam atë ke shtëpia të Kiko se mora një për këtu të mamit. Të mame. Pa ne kam marrë thjesht, atë të mirë ne kam atje. E shifni ke si ka ly 2 fije flokësh. Shumë bukur. Po një kështu. Ua, me unikon. Për zgjum. Ju më se për gjumë me kordele? E ka kërçot mëngjes si unë që purohet kërçot mëngjes edhe ajo vjen atë. Një kështu me arkokosi. Sa verore për goshën. Duket se që kam vogla. Se këto i morëm shumë për në shtëpi, ato tjerë pastaj kur dalë do i marrim atje. Me zemra. Për zemrën tonë. Zemra. Shumë bukur. Pas më shkoj te zemra. Ua, me bletë? Apo jo? Me blet. Edhe me hoje. Sa bukur. Edhe me lule dielli. Kaq? Po, kaq. Shumë bukur. Shumë bukur. Zoj gosha. Bravo kesi, boni kesi një. Edhe ti për plas duhet? Po ti. Nëse aty do hapim të shtëpia atë. Sot ishte një ditë shumë e bukur. Një ditë që u mora pak me veten. Kalum një 3-4 orësh me muhabet, me thonjt, sepse siç ju thash, sot kam bërë thonjt tek një shoqja ime, që para pak ditësh ka hap sallonin më të ri në Durrës, që nuk bën vetëm thonjt, bën dhe flokët, dhe me sa pash, me sa kuptoj unë për flokët, ka marrë në sallon firmën më të mirë të mundshme të bojrave, të një kualiteti shumë të lartë, dhe salloni kishte bërë shumë bukur, thonjt e mia edhe të mamit, se i bon edhe mami, na i ka qa, nuk e di do me thënë, punimi perfekt, të holla, si që duhen,
me xixha po prapë siç i duan dhe forma shumë e bukur. Nuk mi ka dëmtu fare kutikulat, gjë që unë kam të merr, shifeni si ka dëmtu fare. Dhe më pëlqejnë super shumë, nuk e di si ju duken juve. Dhe u kënaqem dhe me muhabet, sepse si që thash është një mikja jonë dhe jam shumë e lumtur për arritjet e asaj dhe sepse me vërtet ka shumë pak kohë që e ka hap, por ka shumë njerëz që e besojnë dhe siç e pat dhe nga klipet që kam kap, është vendi shumë i bukur dhe gjehet shumë kollaj në Durrës tek Energy Gym, se kush jeton në Durrës e din shumë mirë këtë palestrën, tek ai pallati Energy Gym në katë parë, aty ndodhet dhe e ka emrin MB Beauty Touch. Gjithsesi do u lidhe këtu për gocat që janë nga Durrësi, të shkojnë se do ngelen super të kënaqura. Unë përveç shoqes time kam edhe Kiarën që shkoj që bëj flokët, po tani e hapi dhe mikja ime dhe do shkoj sa ndej këtej, domethënë, sepse të dyja i kam shoqe dhe i kam shumë të mira. Dhe kështu. Jam ul këtu për t'ju tregu 2 pako, po njëna pako më ka zbukuru ditën sot, sepse sot më ka ardhur një nga dhuratat më të veçanta, më të bukura, të mendume më me detaje për çunin. Më shkrujti para një 4-5 ditësh një biznes i vogël që është hap në Durrës. Me vërtet mund të jetë biznes i vogël, po me ide dhe me një shpirt shumë të madh. Konfeta Bon e ka emrin në Instagram dhe do isha shumë injose nëse ju do i bënit follow dhe në çdo rast, në çdo event ju do keni të porosisni aty, jo vetëm për faktin që më bën mu dhurat dhe që fola unë, kam kontaktu unë me ato, ose që po ja u sugjeroj unë, po me të vërtet i kishin durët flori. Unë dhe ja u tregoj, do flas me fakte, jo me fjalë, ja u tregoj. Kur më shkruajtën në fillim që më thanë kemi qef t'ju bëjmë një dhuratë për çunin, ju betohem që nuk e prisja që do ishte një dhuratë kaq e madhe. Normale që pranova, sepse kush nuk i don dhuratat, po siç u thash, nuk ma merrte mendja kur në botë që do kishim menu kaq shumë dhe me kaq detaje për çunin. Kjo është një çantë plot me gjona, me nuk e di, këtu janë mrekulli. Dhe që nga qesja kartonit, ato kanë mendu me, domethënë e kanë realizu, e kanë gjetë me dinozaur, sepse dihet tani nga kush më djeg, dihet që çuni mbaron për dinozaur. Dhe më kanë shkruar edhe një letër këtu, faleminderit për mbështetjen. Ja dhe emri, ky është emri në Instagram dhe fotoja në profil ka këtë logon këtu. Dhe nga ana tjetër është një kartë tjetër me emrin e çunit, Odin. Ishte akoma më e bukur e vendosme, po unë nga që e kam hap dhe nuk arrita dot t'i lidhja ashtu siç kishin lidhur ato. Po ja, edhe kjo është me dinozaura. Unë sa e kam pa këtë, e dija që, domethënë sa pashte tip kartoline, e dija që do shika gjëra shumë për këtu me. Dhe shikoni pak si plot që është, qa nuk ka. Tani, unë do t'ju tregoj pak a shumë. Si fillim, janë këto bukurit këtu, me emrin e Odit dhe me dinozaura. Janë Haribo, Odi ja adhuron Haribot. Janë 5 të tilla, që dhe sikur vetëm këto të më bonin, unë dhe isha shumë e lumtur dhe shumë minjose. Po këto janë si fillim. Shikoni pak detajet. Ja dhe
është prapë si tip kartoline me dinozaura 3D. Shikoni, janë dhe 3D mbi të gjitha. Do të thonë, nuk e di, kur e them që kanë menduar çdo gjë me detaj, është super e vërtet. Këtu brenda ka MM-sa dhe shikoni sa gjë e bukur, sa e veçantë. Unë këtë do ta ruaj. Nuk do t'i lëviz këto këtu brenda, sepse kam qef t'ja lejt edhe maçurit më shumë për zbukurim, sepse është gjë super e veçantë. Janë këto pakot, këto janë tamam konfeta, po prap me dinozaura, shkruan dhe këtu ROR, dhe të shohim se çka ka brenda, sepse si këto janë diku një 4-5 copë, nuk e di, 4 copë duket janë, ja t'i shoh. Paska, prap me emrin e Odit këtu. Nuk e di e kërë, i them që më ka shtu jeta me këto detajet që kam pa. Ja, po prap Haribo me Odin. Edhe këti ka Haribo të tjera. Do kraqet Odi këto ditë. Për zotin kemi njerëz fantastik, bizneset vogla që janë që punojnë shumë dhe kanë ide dhe kreativitet. I edhe një konfet tjetër. Prap shumë e bukur, mund vjen keq t'i hap t'i prish këto. Kjo këtu brenda pas ka një vezë Kinder. Shikojeni, nuk e di e kuptojnë dot, ja, ka vezë Kinder, sepse nuk du t'i prish. Shiko sa formë të bukur ka. Janë mundu mos t'i bën të gjitha njësoj. Nuk e di domethënë, nuk e di. Një konfet tjetër, po prap besoj se Haribo do ketë. Edhe kjo me dinozaur. Odi do knaqet kur t'i shohë, po unë nuk ja tregova sepse doja t'ja tregoja një herë ju. Prap Haribo brenda. Sepse po t'ja u tregoja Odit në fillim, do i shkatronte. Prap një konfet tjetër me dinozaur. Janë të gjitha me dinozaur të ndryshëm, po t'i shihni. Ja. Asnjë nuk është njësoj. Kam këtu dhe një si tip biskote me reçel brenda. Dhe në këtë qesën e bukur kështu. Kautonik, që Odi e ka shumë qef kautonik. Do me thënë, ju betohem, unë nuk kam fol asnjë gjë. Nuk kam tregu fare se çka ka qef çuni ose ku ta di unë. Thjesht më tha kemi qef të bëjmë diçka për çunin dhe pranova. Dhe duket sikur unë kam fol gjikos me ato. Do me thënë, mënyra që ato çka kanë zgjedh me i dhuru çunit, janë fiks ato që çuni don. Si ku ta dinin, po çdo gjë me detaje dhe me emrin e çunit. Janë gjitha të personalizuara. Ja dhe një konfet tjetër, po prap me Odin, me dinozaur, me emrin. Dhe brenda ka nga këto, unë nuk e di si quhen këto të bardhat, po unë kam pas fiksim gjithmonë këto, sepse dikur u jepnin shumë në përdasma dhe kanë pas një si lajthi këto dhe kanë qenë shumë të mira. Po më siguri do t'i haj mami. Një suko, po, jo suko do si do. Suko me personalizim për çunin. O zotë madh. Ju betohem që kur i pash në fillim më mushën syt me lot. Aq u lumturova. Sepse kush është prind e din shumë mirë se sa lumturi e madhe është kur dikush bën dhuratë ose mendon për fëmijën. Ja, këtu janë kindera të ndryshme, po prap me personalizim. Shumë bukur. Nuk mbarojnë, këtu është një qiri, po ta shikoni. Dhe përveç se ka emrin Odin këtu dhe është me detajet e dinozaurëve, ka dhe një shkrim këtu mbrapa, që shkruan: ndriço botën me dritën tënde, ashtu si ky qiri ndriçon këtë moment. Shumë e bukur dhe kjo është e sigurt që do rritë dhoma e çunit, po kështu siç është. Do të gjej një kënd bukur atje te dhoma e çunit dhe do ta vendos dhe të gjitha këto konfetat do t'i ruaj. Domethënë, le jap çunit që të haj ato mbërsirat, po konfetat do t'i ruaj. Lëpirse me këto kafshët këtu. Kafshët që janë duke ecë me një makinë. Ishin 2 lëpirse si kjo, po një ja dhash çunit. Lëpirsa tjetër ishte me këte
rinocerontin, hipopotamin, qa është kjo nuk e di, dhe ishte këtu brenda, po ja dhash çunit shpar. Dhe janë dhe këto dy vizoret, kaq të bukura. Një me zog dhe një me një lop të bukur. Shumë veçanta. Si mund të mungonin detajet me Spider-Manin. Nuk kanë arru të bëjnë diçka dhe me Spider-Manin, dhe me emrin e çunit. Këto me siguri do jenë çokolata. Po. Shikoni pak sa të bukur. Këto të vinë gjynaftë i heqësh ti prishësh për zotin. Shumë e bukur. Dhe është edhe kjo. Kjo nuk e di që është. Let's rock and roll. Mini surprise. Dhe më thënë këtu brenda ka një surprizë të vogël. Që me sa shofun është një si tip peshku. Ja ta shof pak. Do mundo mos ta prish gjithë qesen që t'ja tregoj edhe çunit. Që nga këto kuklat që janë kështu si japoneze. Sa e vogël, sa e bukur. Do janë gjithë diku çunit. Shumë e bukur. Po t'ja fusë beta të qese që ta shofi vet ai, ta hapi vet. Dhe një flet me stikera stikera. Me kështu peshkaqen, peshk. Dhe në fakt ky peshkaqeni u dashka ndërtu, ngjiten këto. Do më thënë e formon vet, sepse peshkaqeni nuk ka tipare fare, janë gjitha këto këtu. Dhe janë gjithë, ja vendos vet që të jeti si tip loje për Odin. Shumë e bukur dhe kjo, se me siguri do i kujtoj çunit Baby Sharkun që dikur e ka pas fiksim jete. Dhe kaq, këto ishin. Do më thënë, janë shumë. Është një dhuratë, si që i thash në fillim, shumë e veçantë për mu. Dhe gjëja më e bukur është që ato nuk më thanë kur në botë që unë të bëja reklam, ta postoja, t'i bëja tag, ose të flisja dhe këtu në YouTube për ato. Çdo gjë e bën vetëm për dëshirën e vet. Dhe kur më shkruajtën më thanë, jemi një biznes i vogël në Durrës që kemi qef të bëjmë një dhuratë për Odin. Kështu që nuk më thanë fare që unë ta publikoja, thjesht unë doja vetë i publikoja, ti tregoja, dhe si që thash, doja shumë që ju t'i bëni follow, ta supportonit, dhe normali që edhe të porosisnit, sepse si që shifni bëjnë mrekulli, jo të gjithë din të bëjnë me kaq detaje, sepse unë kam porosit edhe në vende tjera, po ju betohem nuk e dija që ekzistonte kjo biznes i vogël, ndoshta asha këto kohë të fundit nuk e di, po ta kisha ditë do ishte e sigurt që unë do porosisja aty, po nga sot e tutje, unë, familja ime, miqtë e mi, njerëzit që unë njoh, dhe prandaj po ja u kërkoj dhe ju këtë gjë, dhe ju të porosisnit këtu. Besoj që se po përmendni emrin tim në momentin që do porosisni, mund të keni ndonjë dhuratë vogël ose ndonjë ulje të vogël. Po mbi të gjitha do keni super produkte në dorë dhe do ja vlej çdo qindark që ju do çoni për këto punime, sepse janë super të veçanta, ta keni të sigurt që askush nuk do t'i ketë kështu siç i keni ju, sepse duken që janë super unike. Ju falenderoj shumë nga zemra, gjithë ju që punoni, kush është mbrapa këtij biznesi që punon për këto mrekulli. Më keni gëzu shumë, keni lumturu shumë, jam me sigurt që edhe çuni. Do mundohem që momenti që do jap këto, bëj një video që t'ja u tregoj se sa do gëzohet ai, dhe ju falenderoj nga zemra, shpresoj të keni sa më shumë sukses, të arrini sa më lart sepse e meritoni. Tani kalojmë tek një porosit tjetër, që pak a shumë dhe kjo është dhuratë. Pakoja tjetër është nga Signorita Store, Beauty Store Signorita. Në fakt këtyre i kam shkruajt vetë, doja të porosisja këtë makinerin e dyllit për heqjen e qimeve, që e doja vetëm për fytyrën, për mustaqet, për farfaritet, sepse unë dikur para një 5-6 vjetësh kam bërë një gabim shumë të madh që kam heq qimet e fytyrës me dyll, ndërkohë që unë i kisha thjesht push. Po si atëre që dolin mod heqja e qimeve të fytyrës, që të dukte perfekt fondatina, dhe bona një gabim shumë të madh, është një nga gabimet më trashanike të jetës time, po s'kam që të bëj tani, e bona,
Kam 5-6 vjetë që i heq me letra, me dyrë, me dikur me fije. Derisa thash po porosis këtë makinerin që ti heq vetë në shtëpi, është me dyll, që mund ta kapësh dhe me dorë, dhe me spatula, dhe me letër. Dhe unë porosita vetëm këtë. Domethënë kjo është vetëm një gjë që unë kam paguajt. Dhe faqa, Signorita, besoj se e njihni sepse ka kohë në treg, më ka dërguar dhuratë, po prap thjesht nga dëshira vet nuk më than as ti postoja as asnjë gjë. Jam habit shumë me këto dy biznese që më nisën dhurata, sepse në përgjithësi çka kam bashkëpunuar deri më sot, gjithmonë më kanë shkruar, më kanë thënë që du ta postosh tu. Dhe kanë super të drejtë, është gjë super normale. Ndërsa këto dy bizneset që po ju tregoj sot, dhe një 2 bashkëpunime tjera, një 2 dhurata tjera, më kanë bërë dhurata pas një gjë në këmbim. Ato më nisën dhe këtë pakon e madhe me kokra dylli, me aromë dhe ngjyrë trëndafili, dhe thotë që është për fytyrë, bikini, gjithë trupin, krah, duar, vetulla dhe hairline, sepse ka njerëz që heqin dhe këtë zonën e flokëve. Atëherë, kjo ishte dhuratë, bashkë me një krëhër, dhe në fakt me këtë krëhër bën shumë mirë, sepse kjo e ndan shumë mirë atë zonën e mesit, dhe unë nuk kisha, nuk e di sepse ku i kam zhduk. Më nisën dhe këto spatula, që janë për kapjen e dyllit. Këto të ndihmojnë shumë kur do të heqësh pjesë vogla, minci, dhe këtë qese me disa gjona të vogla këtu mbrena, që do ta hapim, ta shohim. Një karfic me zemra dhe me perla. 2, janë 2 njësoj. Një karfic e zezë, dhe këto më bëjnë shumë punë, sepse kur kap gjysmën e kokës janë shumë të mira. Dhe kemi një lule shtrydhe këtu. Kjo lule shtrydhe që do jetë? Do jetë një kështu si tip lip. Është si tip balsami për buzët. Me një aromë shumë të mirë lule shtrydheja. Shumë mirë, nuk e di, do të ketë çik kolor kjo besoj? Po, ka dhe çik kolor. Sa e bukur që e ka. Shumë e bukur. Dhe kam më duket këtu dhe ka një si tip edhe kjo si tip kartë vizite, si tip kartoline, të shkruan: sot është dita jote, Signorita e zemrës, shkëlqe. Më pëlqejnë shumë këto detajet, sepse këto bëjnë diferencën. Shumë e bukur. Faleminderit shumë dhe Signorita Beauty Store, si për produktin që unë porosita, që me sa pash se hapa që kishpar ishte goxha i mirë, dhe për dhurata që më ke sjell. Faleminderit shumë dhe ju pashi sa më shumë sukses. Dje isha pak dhe tek Rossmann, po nuk filmova. Thjesht po ju tregoj se 2 gjëra të vogla kam bler. Mora këtë pakon me letra kështu me tërheqme, sepse ka filluar i përdor shumë këto dhe fshi dhe fytyrën kur e laj fshi me këto, sepse kam lexuar që nuk është mirë me peshqir. Ta acaron shumë fytyrën. Dhe këto janë perfekte për atë punë. Mora dhe 2 lapsa. Mora këtë plumping lip liner nga Catrice, sepse ishte produkt i ri, është laps me efekt fryrës. Se sa e ka të efektin unë nuk e di, po i vjen kështu si aromë menteje, dhe mora në këtë ngjyrën kafe terrët, sepse më pëlqen shumë për kontur. Ja ta provojmë pak të dorë. Një kafe goxha e fortë. Dhe mora dhe një laps vetullash. Po prap kafe terrët, nuk e mora si që kam pas marrë dikur gri terrët, se duke qenë se kam ndryshuar ngjyrën e flokëve, nuk e du shumë terrët vetullën. Kisha bler në fakt dhe disa patatina edhe çokolata dhe budalliqe për çunin, po u konsumun sepse i dha disa shokëve të çunit edhe kështu. Tani, kaq ishin pakot e gjona që unë doja t'ju tregoja.
Dhe siç më shihni jam me kokën qull, se siç dola nga dushi, direkt thash t'ju tregoj ju blerjet e fundit edhe dhuratat. Edhe po përtoj në fakt që ti thaj, sepse kam për të bërë gati çantën për nesër. Nesër, siç e kuptut nga video me motrën, nesër do ikim në Prishtinë. Arsyeja kryesore sepse po ikim është që t'i blejmë rroba fëmijëve, motra gocës dhe unë çunit, dhe kalojmë një ditë ndryshe, do rim një natë andej, do bëjmë shëtitjen nëpër Prishtinë, nëpër qendër tregtare, kemi zgjedh një super hotel, sepse duam të shfrytëzojmë vetë pjesën e pishinës, e spas, e kështu, dhe pastaj të shtunën kismet do nisemi për në shtëpi. Dihet një udhtim shumë i shpejtë. Nëse po çohem tani që të filloj me çantën dhe shifemi nesër, sepse patjetër që do bëj vlog. Natën e mirë. Odi. Çik mami. Çfarë ka këtu Mena? Çfarë ka këtu? Pëlqen? Një tjetër. Me çfarë është kjo? Çfarë është kjo? Baby shark. Wow! Kaprap. Prap. Wow, Haribo. Si vete kjo? Limonad? Çokolata? Lëpise? Po kë? Kush është ky? Po për babin ka në jo, po. Edhe për babi ka. Kush është ky? Sasamini. Wow! Sa shumë gjona çuni. Aloj, s'ka më gjithë këto janë.
vazhdo, nisemi. Nisemi. Hajtë se o mush. Kamila, ku përna qonë Kamila? Dali ku dali. Dali ku dali? Po. Apo së është Friday day? Dhe edhe Friday night pastaj. Do na qenë klab më duke. Klap me mumën. Me mume, me goshën dhe me qunë. Një qunë e kemi me vete. Përshgojë, nuk Kamila. Jo. Se mamin e kemi më qefë, aty mrapa nuk duke. Se mami vetëm flet, mami nuk do me dal. Pa. Mami Do kanë vetëm kërku, audio, jo kanë video. kërku shumë njerëz mami që dalësh dhe me fytyrë. Logun e ka hapë surrati jot, edhe dil. Mami surrati im Ka një mumë. ka mumën. Muma po do të... Muma është pjesë e jetës. Po të vlog vetëmi. Do thënë Sa i kere pirdu. nga janë këto që thënë muma buba. Shifi dhe policët tu? Muma buba? Jo? Shifi dhe policët. Jo, këta janë për kamionat. Nuk kam për mene këto, peshojnë ato kamionat janë në Rregull regullë do bëja. vazhdojmë te, drejt. Hëmi Kamila më Dhe për Rubik drejt, apo jo? Drejt, Jo, pra, Rubik. Rubik te i thot ne do të vazhdojmë për Kukës. Ne Jo, jemi për më... viktime. Ne jemi për Tash kishim shku në Rubik shipi kafe. Këtë gjë këtu e kam shushe. Se mahet ka ndërtesën këtu, e kapa mamin. Ja Fiat si tregoj që Kamila leke video. Sa bukur ka fiet. Se thash pse Një gjam mosha, vetëm s'njam Kamila mosha. do ndryshoj, thash po bëna unë. Ja 200. Kamila Se është kështu bo. gjitha nuk i boju në. Është bo flak fare. I bona i herë unë në gjitha edhe i më mikën flokët për lesh. Më ka datë një flok i ri këtu, më ri në shumë, qefin e vetë. Kam le për rëshen, pastaj për Kukës, pastaj për Morin. Po, tashi ku thoni u ndalojmë që pim kafe, na tjetër i veni me zupa? LGBT-ja çka ka në në BT-ja. Do Po. bëja Unë se e kam të bile. kemi punë këto. Imin e ka çuntut këka brandis. Në BT mi shkreti. Në Me BT këto vetëm me gërmat, vetëm ajo më vjen mend. Do ndalojmë edhe atje dhe atje me ç'është pimove. Ah, që ta rrim me shkallës. Po ç'e kemi dalë? Po ta kishim shiu i çik pishinën. Kishim shiu i çik. Po tash i havi mam. Ka kohë, deri Edhe 100 100 kilometër herë Apo Morin. kam kohë, që është në. Deri 11 minuta ke pishinën. Edhe kështu. Se do ju updateojmë. Po, kur na lëm të ju marrim prapë me. Ama se të do ju marr me vete, do ju fus në çantë. Preja gjithë. Po, Marr me vete. do ju Ta çoj. marrë sa bukur ka dy marrë me Do ju fus në çantë, po. Do ju tregoj se me vete si marr dot, se jeni koreale me mu. Ku jeni koreale? Fuzim çantë. Si më noni po më hap shu live. Ka live në YouTube apo s'ka? Nuk e di, nuk e di. Alera më gjilave, si me tot live edhe ne. Qa na duhet live i lemi. S'kam hap kur një Futu tim me gjaxhi, live, as futu Instagram, as nasi ven. E kam rry live. Live, po. Po e lidha me këtë që thonë do i marr me vete pra, më hap live. Që ti Se je pra do marrë me vete kudo që shkoj do E filmoj që urrej t'ja u të tregoj. fjalën, e urrej. Po ti si e vlogere, pranaj. Jo, e urrej këto në për TikTok-a që Po e them dhe unë mi kisi. E thuti këtë? E them dhe unë një herë. Në herë rrallë, po e them. Yf.